Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush merr një rrugë për të kërkuar dije, Allahu do t'ja lehtësojë atij rrugën drejt xhenetit. Me të vërtetë, ëngjëjt i shtrin krahët e tyre për kërkuesin e dijes, nga kënaqësia për atë që ai bën. Për dietarin kërkon falje çdo gjë në qiell dhe në tokë, madje edhe peshqit në thellësitë e detit. Vlera e dietarit mbi adhuruesin është si vlera e hënës së plot mbi yjet e tjerë. Dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Profetët nuk kanë lënë trashëgim dinar dhe dirhem, por kanë lënë dijen. Kush e merr atë, ka marrë një pjesë të madhe të mirësisë.